أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet, lartësimet janë vetëm për Zotin ton, Allahun subhanahu wa taala. Allahun e adhurojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe udhëzime kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet, përshëndetjet më të begatta mbi pejgamberin ton të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokëve të Tij besnik, familjes së Tij të ndershme dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së Tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi në ditën e 20 të Ramazanit, sot është iftari 20, ndërsa më e rëndësishme se kjo është se jemi në 21 natën e parë të 10 të fundit. Pra prej sonte me lejen e Zotit Xhelel Xhelaluhu hym në finalen. Pra kjo është epilogu këtë Ramazanit. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam, sikur që ishte i zellshëm në tërë Ramazanin, nga fundi nuk e paksonte, por e shtonte zellin. Andaj thot Aisha radhiyallahu anha, në Ramazanin alayhi salatu wasalam ka qenë i zellshëm për adhurime, ndërsa në 10 e fundit e ka shtrënguar rripin shumë. Pra në kuptimin se 10 i fundit është finalja. Këtu shkruan fitorët. Andaj zguxon me mungue njëri kur shkruan fitorët. E në këtë 10 çka ka të ndëruar vëllezër, është nata e Kadrit. Është nata e Kadrit. Elusim Allahun që Allahu na e shton vullnetin, na ruan shëndetin, na ruan takatin, e të na mundson Allahu xhelalu ala që të mbushim këto 10 ditë dhe 10 net me vepra të mira, na i shkruan Allahu emrat ton prej banorëve të xhenetit. Nga se kjo është finale të cilën ne e kërkojmë nga mundi jon. Do të vazhdojmë me lein Allahu te bareke ve teala me sjelljet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me kategori të ndryshme të shoqërisë. Pam se Muhamedi alayhi salatu wasalam dallonte njerëzit për nga pozicioni, për nga autoriteti, për nga ndikimi dhe sicelit ja jepte hakun e vet. Andaj tha Aisha radhiyallahu anha, na ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam urdhër, sicelit jep ja hakin e vet. Mos ja ha hakin kurkujna. Pse? Sepse kështu don Allahu subhanahu wa taala. E sot do ta shohim trajtimin e tij me një kategori të njerëzve, të cilat pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk u han të hakin. E kush janë këta njerëz? Janë njerëz të cilët shquhen dhe dallohen në shoqëri me inteligjencë të shquar, me aftësi të shtuar. Domthonjë janë më mendje ndritur, më mendje aft, më gjeni, më njerëz të cilët nuk janë të standardit normal. E pejgamberi alayhi salatu wasalam i shfrytëzon këto kudrete, këto takate që ti vendosë shërbimin e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me veçori të veçanta. Pra pejgamberi nuk e bën të barabartë çka di dhe çka s'di. Atë çka di me lexu Kur'anin dhe çka s'di me lexu Kur'anin. Nuk e bën të aftin në luftë si të pa aftin në luftë. Nuk e bën të njeriu i cili shquaj për një veçori që e ka dhënë Allahu xhelalu ala barabar me ata i cili nuk shquaj me atë veçori. E në mesin e pejgamberit alayhi salatu wasalam kishte shumë njerëz që dallohen për shumë gjëra. Prej tyre ishte Hasan ibn Thabit, shoku i pejgamberit alayhi salatu wassalam, poeti i tina. Ka qenë i njohur për poezi dhe formulim të poezisë të shpejt me rim të saktë dhe me ana të plota. Ky ka qenë Hasan ibn Thabit, të cilit ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, fol, shkruaj, thur poezi se Allahu ndihmon me Xhibrailin. Kjo ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasalam, si e ka veçuar, do ta shohim me lein Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu e ka veçuar djalin e Axhës vet, Abdullah ibn Abbasin, ka thënë Allahu e bëf që ta kuptojë Kur'anin thellë. Edhe nga kjo dua ai e kuptonte Kur'anin gati të tërin pa asnjë lloj telashe. Dhe Omar Khattabi e bani pjesë të këshillit të shtetit vet. Pjesë të këshillit ku merreshin vendime shtetërore në kohën e Omar Khattabit. Gjithashtu ishte i njohur Aliu dhe Muadhi radhiyallahu anhuma për gjykatësa. Që do ta shohim me lein Allahu te bareke ve teala, gjykonin mes njerëzve me drejtësi. Dërsa gjykimi të ndërruar vëzëro është punë e rëndë. Normal njerëzit sot thonë kjo çështo, ajo çështo, me tekat e tyre, me epshet e tyre. Mirë, po më ia çollu hakit. Me dames dy gjërave, me dames dy hasmive, me dames dy hakeve,
Apo a e pa pejgamberi alayhi salatu selam kur erdhi njëri me djalin e vet, evladin e vet. Tha po du mi ia dhon do parë këtij, po të marr për dëshmitar. Tha a ki evlad tjerë? Tha po. Ai t'ju dhon këtëve njësoj? Tha jo, këtij po du me veçu. Tha unë zbana dëshmitar në zullum. Unë zbana dëshmitar në zullum. O dëshmia, gjykimi është i rënd. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu selam e kishte veçuar me mësim dhe shkrim dhe njohje të gjuhëve Zeid ibn Thabitin. Zeid ibn Thabitin, i cili për 15 ditë e ka mësuar gjuhën e jehudive. Për 15 ditë e ka mësuar gjuhën e jehudive, e ka mësuar gjuhën e romakëve, e ka mësuar gjuhën e persianëve dhe e ka mësuar gjuhën e atyre që kanë ardhur prej Abesinie. Për çfarë arsye? Se i duhej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam njohja e gjuhëve. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasallam e kishte veçuar Ebu Hurairën. Me çka ka veçuar? Me memorje. Me memorje të madhe. Ka pas Ebu Huraira fuqi të memorizimit, të nxënjes përmendsh. Gjithashtu e kishte veçuar për manovër dhe strategji ushtarake Khalid ibn al-Walidin, edhe Amr ibn al-Asin, edhe Ebu Ubejd ibn al-Jarrahin. Këto i kishte veçuar me strategji lufte. Kur e ka shlu këta komandant, luftën e ka pas të fitume. E ketë këto pejgamberi alayhi salatu wasalam i menaxhonte dhe nuk i përzinte. Andaj ne sot musliman e kemi këtë defekt, andaj edhe duhet kushtuar rëndësi këtyre trajtimeve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Për çfarë arsye të nderuar vëllezër? Sepse ne sot nuk dim ta dallojmë të shquarin nga i pashquari. Ai i cili o xheni pi atij që është xheni, dhe kjo ndodh edhe te prindi, edhe te profesori, edhe te hoxha, edhe te shoqëria në tërësi. Nuk e dallon fëmijën çka e ka të shqumpi atit të pashqumit. Mundohet mi bën njësoj. Për shembull, e ka një fëmijë i ec mësimi, është i aftë për të mësuar. Mundohet me barazu sikur ai çka s'mundet me mësu. Thotë mua nuk më intereson, ju tu ditë keni me punu, punë me dorë. Nuk ka kjo drejtësi. Ai çka ka, e ka dhënë Allahu në tru. Ti më angazhu me dorë, është zullum. Edhe me thonë unë juve tu deve ju kam me vlad. Ti tu deve na ki vlad, edhe keti ki vlad, mirë po ki dallohet. Ki dallohet. Edhe ai i cili shquhet për diçka. Dhe sot në këtë sistemin industrial që e kemi në atë shkollimit, është sistem i gabuar. Ja detyron nxënësit me mësu në land që si shkojnë për aftësie. Dërsa në të kaluarën muslimanët, që që kanë pas metodën e mësimit, çka ti shkoje? Çka ti shkoje? Jo ajo çka si shkon. Sepse ajo çka si shkon është mundim për ta. Edhe Imam Maliku i kishte djemt e vet duke marrë ders në xhami. Imam Maliku hoxha i Medinës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tu marrë ders, fëmijët e tij luajshin për jashtë, duke i ngajt zogjt edhe pllumbat. Edhe një ditë për ditë do nxansa sikur u ngushtuan, tha no hoxh, po këto djemt e tu, tha nuk shkon kjo punë me zor. Shikoj sa transparent, çeltër të pastër, nuk shkon kjo punë me zor. Po nuk ka kjo djali Imam Malikut e kjo imam, jo sa imam. Tha që, ape shifni, plumbat i do. Andaj Said ibn Jubairi, edhe nga Said ibn Musayyibi, kanë ardhë se kanë dasht mi ba djemë të vetë ulema, s'kanë mujtë. Nuk shkon me zorë kjo punë. Nuk shkon me zorë kjo punë. Sikur që së ne banë musliman me zorë, së mënush me ja ba një aftësi me zorë. Andaj pejgamberi sallallahu aleyhi sallam kishte parasysh të gjitha aftësit dhe i vendosën vendin e vetë. Tregon Aisha radiallahu anha se pejgamberi aleyhi sallatu sallam kishte poetat e vetë dhe i afron të shpesh poetat. Dhe poezia të ndërruar vëllezër, nëse e kuptojnë çfarë i bie, është forma më e lartë e ndikimit nëpërmjet fjalës. Poezia, që sot është e shndruar në kajk. Apo njëri sonrri pa muzikë, sonrri pa këngë, veç e përsërit. Se flet me ta, zgjohet me ta e kështu me radhë. Nëse plot për njerëzve din poezia shumë të muzikës, apo normal gjërat kota, e kam dash, se kam dash, më ka lanë, s'm ka lanë, gjërat të sot i përkasin romancës edhe tradhtive. Mirë, po poezia ka ndikim të njerëzit. Kur e thur njeri mirë, andaj Allahu xhelalu e ka pru Kur'anin që ti mposh poetët. Andaj disa prej dietarëve kanë thënë, argument se poezia e madhe, se Kur'ani është mirë me poetët. I ka gjujt poetët. Jo këto poetët e Facebookit, jo këto poetët e Facebookit. Apo që jam shumë mi bën ja 4-5 fjalë bashkë dhe tash po bëjnë poezi. Poet i cili sa t'ja nisë dhe me shkruajt poezinë, apo edhe di gramatik, di letërsi, ka një uri të forta. E Hasan ibn Thabit ishte nga poetët që e dallonte pejgamberi alayhi salatu wasalam. Një ditë për ditëve, në një prej luftrave të tij, pejgamberi alayhi salatu wasalam
e thirr Ibn Rawahan. Edhe i thot thur poezi kundër armiqve. Fillon me thur, po sigur nuk ja plotson, domthon pak më të fortë, pak më të mirë. Atëra e thot e thirin Ka'b ibn Malikin. Thot thur poezi. Atëra i fillon me thur. Mirë po sigur, domthon mirë ale më mirë. Ka dash me tregu se që tu e kam një tjetër ale më të fortë. Nga se kur domthon kur shtihen të fortit del i pa ai më i forti. Apo atëra kanë thonë thirmani Hasanin. Hasan ibn Thabit radiallahu an. Atëri ka thonë, domthon sigur nëse ti e ki këtë punë apo është i Zoti i asajna. Atëra ka thonë i ardh rendi Luanit me gjujt. Edhe për mësam nuk e ka mohue. Domthon nga se poeti do të më apo do një herë vetes shefin që me ardh takati për me shkujt, për me ardh fjalë. Apo nëse njeriu poet çka bën poeti vëllazër? Ngjason shumë. Apo don, hini së Luan, goditi, domthon me fuqinë e tij edhe e përdor shumë alegorien, retorikën, e përdor domthon tërthorazi, hyn e del me gjëra të holla, gjëra trashë që të bëhet më e mirë poezia apo kështu me radhë. Atëherë tha, le të fillojë Luani, por i tha vetvetes tash nis Luani. Atëherë i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha ja Rasulullah, kam i djeg. Tash dëgjoje si shka me i djeg. I tha për mësram, nalu veç pak. Këshur tha hekmi familjarët e mi për aty. Në mos ga më mi shak kura ishtë. Me mësram ishtë kishtë armish, për tha largoj familjarët e mi. Tha edhe vete Ebu Bekrin kanë e kam familje se këj i diket. Atare Ebu Bekri tha këta mësja përmen. Atare i tha pejgamberi s.a.s. Ja Rasulullah, betohem në të i cili të ka dërguar me hak. Kam i largue sikur që largohet qimeja prej brumit. Kam i ti largu këto babalartë dhe babgjyshat, ato që ka jesin kam i gjujt në poezin time. Edhe pastaj ka filluhe me thur poezi. Tani nëse të regojnë edhe zër poezien, na merë shumë ko. Pastaj na merë dhe shumë ko me e përkëthyje. E ashtu nuk mujna me e pa të fuqijem sepse është në gjuhën arabe. Dhe rima këtu ka ardhë në gjuhën arabe. Po për ta kuptu këta dhe zër, lexoj Kur'anin. Lexoj Kur'anin e ta di se këta janë kanë domthon maja e takatit njerëzor. Kur lexosh Kur'anin, pse Kur'ani vëzër është i shisht, i ambël. Kur ti lexon për shembull, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, shikoni këtë përfundimin. Ar-Rahmanir Rahim, kjo përfundimin. Apo Malik Yawmiddin, këto përfundime arabët i kanë ditë. Kur ka ardhur Kur'ani, janë shtang, s'mujna që shtuna me thur. Apo nëse ka qenë fuqi jashtë njerëzore, ka qenë fuqi e Zotit te bareke ve teala. Atëri ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, goditi, o me gjuhë, goditi, sepse Gjibraili vazhdon me të nimue të thurti poezi. Gjibraili vazhdon me të nimue duke thurti poezi. Pastaj ka thënë feshefa washtafa, ka thënë që tash ma knaqi zemrën. Qëta me Hasanin, Abdullah ibn Rawaha, Ka'b ibn Malik kanë dhur poezi, por sigur nuk ja kanë blocu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sigur kur i thonë mira ma ka mundësi edhe ma shumë. E Hasan ibn Thabiti kur i ka godit, ka dit me thur. Ka ardhë domon për poezijet hajawta Muhammeden fa ajabtu anhu wa inda Allah fi dhaka al-jaza'u hajawta Muhammeden birran hanifan Rasulullah shimatuhu al-wafa'u fa inna abi wa waliduhu wa irdi la irdi Muhammedin minkum waqa'u. Domon kjo ka ardhur për poezijet së Hasan ibn Thabiti, i cili e ka nis me emrojt Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe e ka ngrit çështjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam shumë lart edhe e ka ul çështjen e atyre të cilët kanë qenë prej paganëve dhe armiqve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi alaihi salatu wassalam tregon Said ibn al-Musayyib se një ditë prej ditëve Omar Khattabi e ka pa Hasan ibn Thabitin mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke qenë kryetar i muslimanëve, tuknu poezi në xhami. Edhe Omar Khattabi dhe zërkon shumë serioz. S'ka lujt sikur nuk ka qenë ai tipi i cili ndonjëherë bën zbavitja arktim. E ka pas domon atë çerrën e vet, jo çerrën e domon njerëz shtirën. Dikush mundohet me rola me majt, ata jo ajo kon original, o kon çashtu e ka krijuar Allahu xhelalu ala. Edhe i ka thënë Hasanit, ka thënë në xhami lexon poezi, ka menduar që lejohet me lexu.
Ka thonë ti në xhami lexon poezi, von xhamia vend i adhurimit, vend i Allahu te bareke ve teala ku bëhet ibadet për të. Atëherë e ka thirr Ebu Huraira. A ka pas gat, ka thonë Ebu Huraira, pak kështu. Ka thonë, të bëj bejnë Allahun. A je kanë ti kur u kanë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? E jemi kanë në xhami, e më ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ejib anni, thur poezi për mua. Përgjigju për mua me poezi. Ka thonë, edhe a e keni të thonë, o Allahu të nimon me Gjibrailin? Ka thonë, po, unë e dëshmoj. Atëherë ka lanë Omar Khattabi. Nëse Omar Khattabi vëllezër, kur ka nervozuar me dikan, por do një çështje, s'ke mujt me qetësue, pos nëse i thu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çështu ka thënë. Ata një ditë për ditëve ka ardhur Omar Khattabi, në një dhe ka trokit 3 herë. Edhe ai s'ka dalë kon i zand. Edhe ka shkuar. Edhe ka thënë, kush lipi, kështu në i zand, pse s'm priti? Edhe ai i ka thënë, o pris, kështu na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, troket 3 herë, shkon se je i zand. Ka thonë, pse i nxjerrni ju këto gjëra të reja 3 herë, 4 herë? Ku i shpifni ju këto? Atë edhe ka për gjype. Ka thonë, pse be shpifni gjëra të reja? Atë ka thonë, ka dalë o prisi muslimanëve ta marrni dëshmitar se e kam ngu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, gjeje shpejt dëshmitarin se ku për tije. Ka shkuar i ka thirr sahabët e pejgamberit që e kanë ditë këtë mesele. Ka thonë, hec kallzoni prisit muslimanëve se çështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur i ka kallzuar ka thonë, hec shko. Po kështu ka qenë Omar ibn Khattab, dhe ka thonë, pse po lexon poezinë në xhami? Kjo ka qenë prej domon traditës së Omar Khattabit, dhe këto kanë qenë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke e dëshmuar atë çka e kanë pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Zeid ibn Thabit, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë i shquar në mësimin e shpejtë dhe kapjen e shpejtë të gjuhëve. E pejgamberi ka dalluar. Shiko, poetit i ka thënë ti me poezi. I ka thënë Hasanit, ti tash më se di poezijën, po di jap na këtë veprat. Jo, e din poezijën më me poezi, se kjo është e shquara jote. Kjo është ajo që mund ta quajmë sot ti e ki profesion këta. I shquash për nga profesioni, je specialist në poezi, po nuk i di gjëra tjera. Andaj Zeid ibn Thabit ishte shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur ka ardhur në Medinë, i ka thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thënë, ky është prej Banu Najjar. E Banu Najjar ka qenë nga fisi i nanës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i kanë thënë, kur ka ardhur, kanë thënë, ja Rasulullah, ki fëmia, pesi ke ardhi, ka mësuar shumë sure Kur'an. Po që një ri. Apo, ka thënë, përdori ja Rasulullah se ka aftësi. Shiko, i kanë ditë njerëzit se cilat janë aftësitë e njerëzve. Apo, kanë thënë, shiko ja Rasulullah, Zeidi, pise ka ardhur në Medinë, për pak kohë, këtë Kur'ani që të ka zbrit, shumicën e asaj e ka mësuar për mendsh. Kjo është aftësi. Është aftësi më njëherë me mësue për mendsh. Atëherë pejgamberi e ka ardhur, e ka thirr, ka thënë lexo, do e ka testuar alayhi salatu wasalam, kur e ka pa i shuar. E çfarë detyre i ka dhënë këtij njeriu, kur e ka pa se çfarë aftësie dhe don genialiteti ka Zeid ibn Thabiti, atëherë i ka thënë, o Zeid, mësoje gjuhën e jehudive. Apo, mësoje gjuhën e jehudive. Ka thënë sepse unë nuk i besoj vallahi atyre kur bisedojna apo shkruajmë. Nëse pejgamberi kur ka shkuar në Medinë të ndërruar vëllezër, ka bëu marrëveshje me jehudit. Kanë shkruajtur marrëveshje, edhe kanë ardhur shpesh i kanë biseduar këto muhabete. Edhe shpesh pejgamberi ka pas nevojë që t'i thret ata dhe më u thon, "Çish ju shkruan Tevrat çe kjo? Çish ju shkruan Tevrat çe kjo se kanë pas librin me vetë ata." E pejgamberi shpesh e ka marrë për dëshmi, sigurisht që ka ndodhur rasti kur ka bëu zina në jehudi. Apo, edhe kanë dashur me e pshtue. A kanë pas marrëveshje me pejgamberin alayhis salam se çka të bëhet gjuna, Muhamedi gjikon. Edhe kanë ardhur ato kanë thënë, falja s'është kështu e kështu me radhë. Ka thënë bere Tevratin, nxjerrë Tevratin, çelë Tevratin. Edhe njëri prej tyre kanë pasur pllaka, e kanë nuë, me petkë e kanë mluat ajetin e zinajës. Edhe i ka thënë largoje. Kush i ka kuptuar çto lexime? Zeidi. Thot Zeidi, sa herë që vishin jehudit, unë ja lexojsha Muhamedit sa që të mos ta mashtrojnë, se janë mashtrues ata. E këtu vjen në pa vlera për përkthimit. Sepse ka mundësi dikush ti të manipulon, sikur që sot manipulohet shumë me përkthimet e ajeteve. Apo del për shembull flet për një ajet kur nuk ka ajeti. Po ose e din apo nuk e din, apo edhe merr guximin me fol për fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Apo andaj ka thon o Zeid, mësoje jehudishtën, abranishtën që
të jemi sigurt nga ana e tyre. Thot Zejdi, kum shku e kum mësue. Thot, vallahi, nuk kanë kaluar 15 dit, unë u bana me gjuhën e tyre, pi matë mirëve për tyre. Për 15 dit. Apo, shiko, zgjuarësia, vësa me ka ba. Për 15 dit, thot, e mësova, thot, edhe sërë që kish nevoj, për mësa me shkujt letra, te jehudit, thot të Zejdit, shkruja u qështu. Dhe e ka besu për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kur kanë ardhur letrat për jehudive, apo ka ardhur një jehudi, e ka marrë Zejdin gat, ka thënë rriti kështu. Fol. Edhe ai ka fol, nëse ka bëu diçka të daver, ka intervenuar, Zejdi ka thënë po thot kështu, edhe po thot ashtu. Do kjo ka qenë për vlerave të sot i ka shfryzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tregon Ibn Kathiri se Zejdi ka qenë njëri i cili është quar për gjuhë, edhe është quar për shkrim. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka marr Zejdin për me shkruajt Kur'anin. E ka marr Zejdin për me shkruajt Kur'anin. Andaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Thirmani Zejdin, edhe ne të mbjene me pllaka edhe me ngjyrë." Edhe kur i kanë zbrit ajetet i ka thënë shkruaj Zejd. E përmendëm rastin kur ka ardhur Abdullah ibn Ummi Mektumi, apo i verbori, edhe o kon mas. Edhe o kon të shkujt ajetin Allahu te bareke ve teala, la yastawil qa'iduna min al-mu'minina ghayru uli dharari, kjo ghayri uli dharari s'ka pas zbrit. Ka zbrit vetëm fjalë Allahu xha wal mujahiduna fi sabilillah. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, nuk janë barabar ata që dalin luftë me ata që dalin luftë. Edhe u kanë maski i verbri muezini Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i ka thënë ja Rasulullah, unë nuk mundem. Unë du po smuna me dal luftë. Ata ka zbrit fjalë Allahu xhelala ghayru uli dharar, përveç atyre që kanë në zarar në trup, ata përjashtohen. Thot Zejdi e mora e shkruajta ghayri uli dharari. E ka shkruajt shpadhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Imam Ibn Kathiri rahimahullah, për 15 dit e ka mësue gjuhën e jehudive. Për 18 dit e ka mësue gjuhën e persianëve. Dhe gjithashtu e ka mësue edhe gjuhën e romakëve, edhe e ka mësue gjuhën e Abesinijes. Apo gjuhën nga vjen Biladi radiallahu an, thot dhe ka qenë nga ata që e kanë përkthi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam fjalimin. Për shembull e ka quajtur dikush fjalim, edhe çka ka në atë fjalim, ja ka përkthi Zejdi. Sa është e rëndësishme kjo vëllezër. Sot për shembull gjuha, domthonë nuk kemi tash të tema e gjuhës, pasi që jemi te Zejdi. Gjuha është gjëja më e shtrenjtë që ekziston te njeriu. Allahu xhelalu ala kur e ka përmend begatin në surën Rahman, e ka qenë këtë surë Ar-Rahman, Rahmani, apo allama al-Quran, e ja ka mësu njerit Kur'anin, khalaqal insan, pastaj ka dhënë ka kriju insanin. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, krijimi i insanit ka parapri Kur'anit. Pse ka përmend një herë Kur'ani pastaj insanin? Ka thënë se nëse njeriu nuk mëson, nuk din gjuhë, atëherë, për shembull, sa ka peshë një Mehmet në botë? Për nga çka mund të më bëj? S'mund të bëj kurrë. Sa ka peshë në botë njëri që s'di më shkruajt? Sa ka peshë? S'ka peshë. Ato shkrimi. Allahu xhallahu e pashë ka kriju lapsin, dhe i ka thënë shkruaj. Andaj sot gjuhë, mësoja e vladit tanë gjuhët. Mësoja gjuhën arabe, mësoja gjuhën e Kur'anit, mësoja edhe gjuhë tjera. Sot janë pikë për shembull thotë jam dia mësua hoxha anglishtën. Apo ani mirë mësoj anglishtën. Gjermanisht jam të mësoj gjermanishtën. Jam të mësoj gjuhën franceze, mësoj gjuhën franceze. Jam të mësoj gjuhën turke. E po gjuha Kur'anit, gjuhën të cilën Allahu i ka fol Muhamedit sa me ta në namaz. Apo nga se pasi që jemi këtu te gjuha arabe, shpesh po i shohim disa njerëz cikletavën pikë sajn, apo. Edhe ja nisin të u bëhe, domethënë me një lloj arrogance. Apo don. Edhe mundohet me kallzu e dina o gjë që e di gjuhën arabe. Po ti e di çka i të folve. A di që më thonë me ditë gjuhën arabe, gjuhën e Zotit. A gjithë rishkru në komend, thot Allahu nuk e di gjuhën Shqipe, ha? Po e di gjuhën Shqipe. Apo e di gjuhën Shqipe. Po Allahu xhelaluhu ka zgjedhur që gjuha e Kur'anit të gjuhë arabe. Pse? O dhe gjuha Shqipe i ka 37.000 fjalë. 37.000 fjalë. Apo gjuha angleze, do më thonë sa mund mi pa mbi 600.000 fjalë. A dini sa i ka gjuha arabe? Që shpesh njerëz i përdon e bin se këtë punë, apo thon, gjuha ajo gjuhë kjo. Apo a jeni thot, o gjuha anglishtja 12 milion fjalë ka gjuha arabe.
12 milion shkruaje, 12 milion fjalë. Kjo gjuhë e Kur'anit, gjuhë e xhenetlive. Allahu na mundsoft që ta jetojnë në dunjë e në ahiret. E ti e ki farz me fol arabisht 17 herë. A kupton sa ka pesh kjo? 17 herë në ditë ti kur merr tekbir, Allahu Akbar. Ti nëse thua Allah ja më i madhi, s'hin namaz. Nëse thua anglisht, Allahu është më i madhi, s'hin namaz. Nëse thua turqe, Allah ja më i madhi, s'hin namaz. Ani pse i lidhi dur, s'ke hin namaz. Pa thon Allahu Akbar, atëherë hin namaz. Nëse lexon, njëri thot, a ban më fal ship, s'ban. Nuk ban. Po që më lexu falënderimet i takon vetëm Allahut, jo, vetëm elhamdulillahi rabbil alamin. Apo, andaj jam bajtu dietar se pa Fatiha s'ka namaz. Atë kjo është gjua e shpalljes. E shiko pejgamberi alayhis salam ja mësoi shumë gjuhë Zeidit, që të jetë gjuha sigurusi, mbrojtësi, garantusi se s'ban dikush dallavera. Sot devijimi vëllezër, a di ka vjen? E kanë vetë Hasan al-Basriu, që ka transmetuar Imam Buhariu në librin e tij Khalq Af'al al-Ibad, Khalq Af'al al-Ibad. E kanë vetë Imam Hasan al-Basriu, i cili ka nejtë me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I kanë thënë atje në Irak kanë dalë do njerëzi sekte, devijuara. E komentojnë Kur'anin me trum, e komentojnë Kur'anin me logjik, apo e kështu me radhë, nuk e komentojnë me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i kanë thënë nxënësat, pika kanë deviju këta njerëzi. Pse po devijojnë këta? Kur'anin e kanë çaty. Çka ka thënë Hasan al-Basriu? Ehlekethumul ujma. Ata nuk e njohin gjuhën e Kur'anit. Nuk shkatrohet sot njeriu vëllazër, domethënë, pos nëse nuk e njeh gjuhën e Kur'anit. Me njoh gjuhën e Kur'anit, kur nuk shkatrohet? Pse? Sepse Allahu ka thënë nur, dritë, ama kur s'e shet dritën, devijon. Andaj Zeid ibn Thabit ishte nga ata që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam angazhonte për mësimin e gjuhëve. Gjithashtu, pas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ndodh një luftë e madhe, i thojnë lufta e Yamamës, kur një fis i madh i arabëve luftojnë me Abu Bakr Siddiqun. Edhe në atë luftë vritën shumë hafëza, që e kanë ditë Kur'anin përmendsh. Atëherë Abu Bakr e thirr Omerin. Edhe i thot Omerit, thot jetë përcjell luftën, janë të dek hafëza shumë. E hafëzi o kon ai garantuesi i Kur'anit. Kur ka pas dikush polemik, e kanë thirr ditra hafëza, çu ajeti e ka rregulluar. Edhe lufta ka marr ashpërsinë e vet. Atëherë kanë diskutuar, edhe i ka thënë Abu Bakr Siddiqu, i ka thënë kam frikë se po vdesin hafëzat e po na hub Kur'ani. Dhe kjo është për sebebe vëllazër. Dhe thot Sheikhul Islam Taymija, në gjithë se Allahu e ruan Kur'anin, e ruan me sebebe. E këto plot për njerëz që shohin ta kontradiktore. Apo ti mëso, ti lexo, Allahu e ruan nëpërmjet teje. Allahu e ka ruajtur Kur'anin nëpërmjet hafëzave. Allahu e ka ruajtur hadithin nëpërmjet Imam Buhariut, Muslimit, Ahmedit, Abu Davudit, to e ka ruajtur hadithin. Allahu ja ka mujtë edhe me bëj jashtë zakonshme, po ka dashur me bëj zakonshme. Shikoj Abu Bakri, s'ka thënë Allah e ruan fenë vet. Jo, ka thënë asu. Omeri janë të dek hafëza. Ka thonë, çish më ja bë me Kur'an me mbledh këtë me një vend? Omeri ka thonë, o Abu Bakr, po këta se ka bë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çish më bëna? Ka thonë, ja kanë nisur i bë debat Abu Bakri. Ka thonë, po ama, kjo është mod domosdoshmëri. Janë të dek hafëzat. Shkojnë hafëzat, ka e dim na pasaj ku janë ajetet? Ka thonë, çka thu ta mbledhna? Thot Omer Khattabi, thot diskutuam derisa e pash se Allahu ja ka qurë një frymzim, çka është i sakt. Thot edhe unë u binda me ta. Atëherë më tha, thirrë Zeidin. Shiko, thirrë Zeidin. Ai është i aftë për këtë punë. E kanë thirrë Zeidin, edhe i kanë thënë kështu për e shofë në punën. Janë të dek hafëza. Ta këshmi shkujt kitë me një vend, ta mbledhna me një vend Kur'anin. Zeid ibn Thabiti më njëherë ka thënë, si doni me e bani punë, çka se ka bë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Shikoj se sa kanë e madhe të këta njerëz. Pse pe ban një punë, çka Kur'anin me shkruajt. Ka thënë pse pe ban një punë çka Muhamedi sa më ka bë? Edhe kujtet i thonë vëllazër Abu Bekri dhe Omeri. Ama ato Muhamedi sa më kanë pas mbi ket. Po njëri se a mund ta paramendosh tash. Nuk ka kombe letë Abu Bekrit me Omerin më thonë çish të bëti një punë çka s'bëhet. Ama argumentin e ka të fortë. Çish pe ban ti një punë ku Muhamedi sa më ka bë? Thot fillon tu dit me mfol tash. Abu Bekri Omeri kena nevojë hafëzat janë dudek, thot derisa e pash rregull. Atëherë mos e pas ka çel juve Allahu, atëherë pe e pranoj. Thot Zeidi, vallahi, betohem Zotin. Me më pas thonë këta të ditë,
qitë në që këtë kodër të knena, i shkon me letë për muë se me morë mbledhjen e Kur'anit. Me të buë Kur'anin Allahu Gjelle Gjelaluhu, atëherë thot e mbledhëm Kur'anin, edhe kum shku i kum mbledh kretë plakat, edhe ketë pi hifzi që kanë met, e kanë qitë në Kur'an. E pastaj ka qenë kështu edhe i të buë në kohën e Omer Khattabit, e në kohën e Othman ibn Affanit. Shiko dhe zërë, këtu janë këtë sebepe. Të sebepe, Allahu Gjelle ka që sebepe. E ka inspiru Ebu Bekrin, e ka pranu Omeri, e ka pranu Zejdi. E në kohën e Othmanit dhe zërë, janë shkujt mushafët. Që mushafët që e kemi ne. I ka shkujt 5 mushafe, edhe i ka dërguar në për krye qytete, edhe prej atyre mushafeve deri sot bëhen kopje harf për harfi Kur'ani Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj merre Kur'anin të shtëpia, edhe këshira ati shkruan bir rasmi Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Çdo mushaf merre shkruan ati me shkrimin. Rasm do më thonë me ngjyrën, me bojën e Uthmanit. Mas 1443 viteve. Apo ki Kur'an të kam e tyje harf për hafi. Dhe falëndërimit i takoni vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. A dhe ka qenë prej asaj që ka përmend djetarët. Aliu radiallahu an, duke e përmend vlerën e Zejdit edhe Ebu Bekrit, do vonë si prijes, ka thënë radiallahu an, ka thënë në qëto mushafa që ka i lexoni ju, shpërblimin krejt e ka Ebu Bekr Siddiku. Sa e ka nxit këtë punë. A dhe i tha alayhi salatu wassalam, kush bëhet sebeb për hajër, keq problemet i shkojnë atina. Apo andaj Imam Shafiu në çdo hadith sa reagon, edhe thot, po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sa problem ka, që e kanë nxjerrë Abu Bekr, Omer, Zeid, Uthman radhiyallahu anhum wa ardha. Kjo ka qenë prej veçoritë që e ka përdor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek Zeid ibn Thabit. Muadh ibn Jabal ka qenë i shquar për gjykatës. Ka qenë prej ensarve, prej medinasve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një ditë për ditëve e ka të dërguar në Yemen. Ka thonë ka me të dërguar në Yemen për përfaqësues timin, me përfaqësu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe e ka pranuar. Edhe pejgamberi pasi ka kallëzue, ka thonë ki me shku të ata ka aty jehudi, ka krishter, ki kujdes. E kështu ka thonë thiri la ilaha illallah, pastaj namazin, zakatin, Ramazanin, haxhin. Ki ka kallëzu, edhe më vonë i ka thonë Muadhit. Ka thonë o Muadh, kur të vjen dikush më xhiku te ty, si e xhikon? Ka dosh me testu, edhe me anxher vlerën pa. Ka thonë si e xhikon? Ka thonë e xhikoj me libër të Zotit, të Allahut, Kur'anin. Ka thonë nëse se gjen Kur'an, kjo argumenton vëllazër. Shikoni, Ibn Hajar al-Asqalani, çka do ditë, po tash jemi më shpjeguar. Thot, kjo është argument se Kur'ani Allahu Gjelle Gjelalu e përfshin çdo meselë që ekziston në mesin e njerëzve, po jo si cili e sheh. Andaj nuk i ka thonë për nuk kanë Kur'an ajo, po nuk i ka thonë se gjenë ti. Ha? E dalloni dallimin? Ka thonë çka nëse nuk e gjenë. Për shembull, për ka thonë e përmendëm, çdo smuje ka ilaç. E gjenë kush e gjenë. Ka dallim me gjet, shkenca sot veç e gjenë. Apo këto arritjet tona janë të gjetura. Apo nuk është diçka e cila ka ardhur pikur gjohiçit. Ka gjetë materie, gërshetim pas gërshetimi, kombinim pas kombinimi, kanë dalë gjërat e reja. Çka i tha, që se gjenë libër të Allahut, ajo është, ti se sheh. Ka thënë, atëherë gjykoj me hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çka renditjen? Apo ka thënë, e nëse nuk e gjenë as në Kur'an, as hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ka thënë, çka ban? Kjo është me përgatit njerin për pas. Thot Ibn Hajar al-Asqalani e ka bo hazër, unë e des, ti shaban. Ka thonë, që se gjenë të të dijat? Atër ka thonë, ja Rasulallah, mundona me konkludimet e mija në maksimum sa kam takat. Atër e ka morë pejgamberi se zemë dhe ka prek gjyksin. Apo, kështu let ja ka prek, edhe i ka thonë, elhamdulillah, falëndërimet i takojnë vetëm Allahut, i cili i dha sukses Resulit Allahit. Të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam në ato vepra që e kënaqin të dërguarin e Allahut. Pra renditja është kjo: libri i Allahut, 1, 2, suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, 3 është truni. Andaj Imam Shafiiu për ta treguar tash çka ka këtë hadith. Kto e para është vlera e Muadhit, që vetë ka ditë këtë punë. Apo vetë ka ditë. Andaj Ubej ibn Ka'bit i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o Ubej, cili është ajeti më i madh në Kur'an?
Ka thonë Allahu dhe pejgamberi sa me din më mirë. Ka thonë tipot veti. Apo Allah një ditë për ditëve, edhe pse kjo s'vlen për Ubejin, po kjo vlen për neve. Një ditë për ditëve ka ndal Omar Khattabi, domethënë se po degëzohemi deg pas degën, nuk ka problem. E ka ndal njëri ka thonë po të veti një mesele. Edhe e ka vet. Ka thonë Allahu a'lam. O dash që domon një lloj si ma dërvish. Dhe me kjo Allahu a'lam, Allah e di mas mirë ti. Ka thonë po unë as e di që Allah e di. Ka thonë kisha shku huç, mos me di që Allah e di. Unë e di që Allah e di. Pastaj ka thonë Khattabi, kur të pyetët njëri pi juve diçka e nuk e di, le thoje nuk e di, pastaj Allahu a'lam. Ti shfaqen një xhehlin, mos ani thuj Allahu a'lam. E jo ti Allahu a'lam dhe me këtu në veç që ta nuk e di, sa disa çera ti di. Andaj Omar Khattabi ishte edukus. Dhe unë e di që Allah e di. Ti e di. Apo njëri thot Allahu a'lam valla. Allahu a'lam. Po e di më se Allahu a'lam, ti e di meselën. E Ubej ibn Kabit, pejgamberi i tha, ti e di. Tha, e sa i përket mu, tha Rasulullah, mendoj që është ajeti kursi. E gëzofsh tha ilmin. E gëzofsh ilmin. Ja qëllove. Andaj vlera Muadhi kohë këtu se ja ka qëllur në ditjes. Tregon Imam Ahmedi, rahimahullah, që ka përmen plot prej djetarve, si Imam dhe Ebi ibn Kathiri. Imam Ahmedi vëzër njëhet për muhaddith, e njëf hadithin. Ebu Hanifja para ti o njëf për logik. Andaj Imam Maliku, ka thonë për Ebu Hanifën, ka thonë kum pati njëri të ky njëri logik të madhe, trun të madhe. Me ba me morë diskutim, me të bindë se muri xhamisë e ka materien për altanit bindësh. E ka logikën e fort. E Imam Ahmedi thot, kemi pas një lloj kundërshtimi na me këto të Kufës, me të Ebu Hanifës. Jemi hasmurue. Thot, kam të shku poshtë, mës erë Shafi'iu, e na bashkoj. E çka i ka bashkuar Imam Shafi'iu dhe zë? Imam Shafi'iu ka thonë kështu, ka thonë ju hadithave, ka thonë ju e keni hadithin. Apo, ka thonë ato e kanë logjikën. Kur'anin pak hadith logjikën. Ka thonë juve ju mungon pak logjika. Juve ju mungon pak logjika. Edhe i ka bashkue. Ka thonë këshire, merret i hadithin jepja këtina, ki pastaj e përpunon atje. Andaj ka qenë një grup e muhadithave, edhe ka ardhur një gruaje. Por ta kallzu shikoj Shafiu çka ka thonë. Imam Muadhi ibn Jabal ka thonë, ja Rasulullah kurse gjenja sunet, atëre këshiri me mene. Çuçi be kjo punë. Edhe Aliu radhiyallahu anhu ka xhiku shpesh me logjikën e vet. Ama e ka konkluduar nga libri Allahu xhelle fiula. Kjo ka qenë prej aftësisë. Kanë ardhur ka një gruaje të disa prej hoxhallarëve të hadithit. Edhe i ka thonë, unë jam një gruaje loj tesha me pare. Ka thonë kanë një herë i kam zakonet, jam gruaje. Ka thonë, dikush më ka shtini si vezvese, kur t'jesh me zakonet e grave, mos ja u loj tesha të njerëzve. Ka thonë, hajtë ju veti juve. Ato kanë thonë, vallaj, unë gatrum tash, se dina. Ato hoxhallarët hadithit. Edhe njani për tëre ka thonë, shkote qaj Gjaliriq atje, Imam Shafiu ka të shkote qaj. Ka shkute aj, edhe i ka thonë, më qunë që ata me dvet. Ka thonë, qa buna? Ka thonë, jam gruje, loj tesha, në vonë një moj, edhe punoj. Ka thonë, ka njeri kam zakonet, a ban me laune tesha? Ka thonë, pove, qishtë ba? Ka thonë, argument. Ka thonë, Aisha radiallahu anha, shiko, Aisha radiallahu anha, minjarë te baza, në qendër. Njani thot, e vete haqijën, o vla vete hoxën, e vete kena një plak më halë. A njeri thot, e kam një vla shumë sinqerë, shumë e veti ata. Apo, a e kumbaj vlavi, nuk vetet me vlavi, vetet djetari, vetet pengamberi, vetet sahabja. Ata janë të zotët e kësaj feje. Apo, e duket vlavi, më duje sa dush, zdi. Këto hoxhalare kanë se kanë dit. I ka thonë Imam Shafiu, ka thonë boqishjo, ka thonë Aisha, një ditë për ditëve që shtu ka në kutë e pengamberi sa selle. O dhe zërtash, ku të kujtohet ti Aisha në këtë rast? Ama alimi e di. Ka thonë, një ditë që shtu si ti, ka thonë Aisha pengamberi sa. Ja Rasulullah, i kam zakonat, a me t'i pshite isha tone? Ka thonë, oj Aisha, po këtë punë se kiti ndorë. Allah të kanë dalu namazin, qërat punë bani ti. Ka thonë, ti nuk e pa pasër në kuptimin pos atë pastrimin që ka e ki mrena. E ka thonë, më lirove. U këthi kjo gruja të këta o gjallarë. Ka thonë, më shpëtoj që i djali. Më shtoj. Ka thonë, e shka të tha. Tha qështu. E pastaj, qëka i tha këta njerës? Tha, po nabeja kena kalzu hadithin ati. Po të pësë që të ishtë të gjevapin. Këta i tha, po naja kena mësu hadithin. A ti jam, së ndikujt hadithin, po se kupton? Apo, a nuk e kupton? Andaj do të Imam Ahmedi, na ka pështu Shafi'iu. Pse? Se aj bëri qëfar? Përzirën mes shkollës e hadithit edhe shkollës e logikës. Andaj mes Ebu Hanifës dhe Ahmedit o Shafi'iu. Mes Ebu Hanifës edhe Ahmedit
është Shafi'iu. Andaj plot dietarë kanë thonë, shkolla më e mesme afër sunetëve më sam tash në Mosnie, si sa njëri thotë, hoxha e bani, jo, këta në imamat muslimanëve, ata tut katët janë imamat muslimanëve, ama mas ngati që ka bë, domodin, lloj përzije dhe gërshetimi, edhe pikne, kush është Shafi'iu? Është Shafi'iu. Andaj ndjekësit më të madh me dhëbeve kush janë merran? Hanefit janë mbot më shumëti. E dita kush janë? Shafi'it. Pastaj Malikit, pastaj mas pak ti ka mbot Hanbeli. Shumica e pjesëve, sidomos pjesës Ballkanit, pjesës Turqisë, pjesës të Afganistanit, pjesës të Rusisë, pjesës të shumta domodin që anojnë nga Iraku, këtë janë Hanefi. Egjipti është Shafi'i, edhe një pjesë e madhe. Yemen, Maroko, Magribi është Maliki, edhe pjesa e Hijazit, Saudia e sotshme, janë Hanbeli. Apo thon. Mirë, po kush ka bë përzierje më të mirë? E ka bë Shafi'iu. Shafi'i rahimahullah, këtë këta nga hadithi i Muadhit, si ka rënit Kur'anin, hadithin, pastaj e baj me logjikën time. Kjo është ajo që ne ka përmendë dietarët në këtë kontekst. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ditë si cili çfarë aftësie ka. Për shembull, e dini rastin tash kthehemi në Mekë, nëse kur e kanë lip me evra. Edhe kanë prit sabah. Ebu Xhehli e ka bënë një plan. I ka mbledh këtë pisësëllit fisk kanë një gjallë tri. Ka thonë edhe shkojna edhe e godasmi këtë për një herë Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. E ku thojnë arab, kush e vrajti që t'ja mona hakin, thojnë këtë fisët. Kush kërkujna? Shitanizmi kush kanë? Shitanizmi njëri. Shi iblicit si kujtohet kështu. I ka kujtu Ebu Xhehli. Edhe kanë shku të shtëpia me e rujt. Kur dalin sabah e godasin. E Allahu xha I ka kallzuar nëpërmjet Xhibrailit. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I ka thonë kujna më nejt aty Aliut. Ka thonë o Ali, o kështu, unë e dal pak para sabajt, ti rri deri sa të vinë ata, se kështu kanë me mblip. Ka thonë pa Allahu ka me mrujt. Djetarë kërë kanë komentu dhe se këtë hadith pi shumë dobive, se nëse pastaj kërë kanë qelë derën në surën Yasin, që kanë e lexojnë atë dekme ajo për gjallë, Allahu xhelalu ka përmend një ngjarje aty, surë Yasin, mini janë fillim, fa aghshaynahum. Thot Allahu xhelalu të mbulum o Muhammed, të mbulum, ka dal pi dere, apo ato që aty janë konë, ka përsi, ka shkue, është largue. Apo kur ka arën sabah, e kanë trokit, kanë hije, ka thonë o Ali, ti e këto, ta natën ti e kana. Ka thonë jo, kanë edhe Muhammed sallam, po ka dal, a se pata? Ka thonë jo, s'ka mundësi, s'ka dal. Jo, ka thonë shishën e ka dal. Se pas ti pa. E ka mbrojt Allahu xhelalu lexoj surën Yasin. Mos kthehemi tash te shumë detale. Atëherë Aliu, domthon, e te kalon situatën, dhe nuk e dëmtojnë. Mirë po dietar kanë thënë, këtu ka pas mundësi të shumta. E para me ardh në gjumë me godit. E ka ditë Aliu. Nuk kanë pjatin e ka thonë, po më le mu këtu e sigurt. E ka ditë se ka mundësi godit në une. Dhe kjo ka qenë vlera Aliu. E pejgamberi sa me ka zgjedh me zgjedhme. Ka mujt me mor Omerin, ka mujt me mor Bilalin, ka mujt me mor Ammarin, ka thonë, ka mujt me mor Abdurrahmanin. Këtë janë kanë Mekë këtu të musliman. Ka thonë Aliu rriti. Pse? Ka thonë disa dietarëve, Aliu si ka bë, nuk I është dridh zemra pitutës. Apo Aliu ka shumë trim. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Aliun tu ka djalë I ri. Sa ka him bylik. Apo ka dalë ditë për ditë dhe ka thënë, sot kam ia dhënë flamurin njëri I cili e do Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. O tash kanë ato kujtja jap. Apo edhe ai e do Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe ai e do Allahun, edhe Allahu e don ata. Kjo vlerë e madhe, këtë kanë prit. Jo jap këtij jap atina, edhe ka dalë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ka thënë Aliut. Ditor kanë thënë, kjo është zgjedhje me aftësi. E le di kanë tjetër ta prish punën. Andaj duhet me zgjedhje në çka e lën në detyrë. Pejgamberi e kalon Aliun radhiyallahu anhu. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për zgjedhjen e përpik që e ka pas në vendosjen e detyrave, e ka pas njërin si shërbim sekret radhiyallahu anhu, Hudhaifa ibn al-Yaman. Çiki njeri e ka pas listën e munafikave. Në ditë prej ditëve u kon me një tabein, domethënë që e ka pa shokin se ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe duke tregue, edhe I ka thënë Hudhaifës, o Hudhaife, na rrofebe diçka për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çish keni ka përcise.
ju e patët fatin me pa, na nuk e patëm fatin me pa. Edhe pastaj ky ka thënë vallaj o Hudhejfe, ta kishmi pas na fatin me pa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, se kishmi lan me ec në për tokë, e kishmi marrë vesh në qaf. Po, i dini, ilahia, tukajt, e pastaj shkon me shkija, Allahu na rujt. Pse? Po nuk ka me puna i fejës më knumti. Po duhet stabilitet zemre, duhet stabilitet ilmi, duhet stabilitet adhurimi. Nuk ka na po knojnë apo? Jo. Shko, e i tha Hudhejfja, endet kunte të falu dhalik? E ka thonë si me ironi. Ti e kështë po që shtu, ngotash. Sigur ki tabini ka thonë, na me pas pope mësama, hytë që këshmi lanë tokë, vesh në qafe këshmi majtë. Mësam, ka posh luftra, kanë dezertu njërzi për frike. Apo? Atëheri ka thonë, ti e kështë po si ta? Dëgjëtash. Ka thonë, vallaj, jena kanë luftën e Hendekut, lufta e Ahzabit, të rrethun për paganve. Nat e ftoft, nat e akullt, frinte erë e ftoft. Thot edhe u këthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga na. Thot s'kishmi hangër buk, e s'kishmi pi ujë. Thot edhe ishte acar. Thot u këthy ka na pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na tha, cili pi juve po shkon të paganët me mbru lajm, e ban Allahu komshi me mua në ditën e kiametit. A ka ma vlerë se çka? Allahu e ban nga të mua në kiamet. Nëse na nuk e kuptojnë, ata kanë kuptu çka i bje kjo punë. Alla, e i tha, thot Hudhejfja, i tha këti tabiinit, i tha, mesin ton ishte Ebu Bekri, edhe Omeri, edhe Uthmani, edhe Aliju, edhe plot sahabin, Medine. Thot, kërkush nuk lëvizte. Ska kërkush. Tha, prape përsëriti për nga mberi sem, kush po shkon me mpru lajm, e ban Allah i komshi me mu në akiret. Oran, thot, kërkush lëvizke. Tretën herë, thot, tha për nga sem, kush po shkon me mpru lajm, me mu e ban Allah u gjelluala ditën e kiametit. Kërkush po lëviz. Qa bi thot Hudhejfja? O azgan i falc. Ti e kështë mojt bisu për nga sem, dëgjotash. Tha, e më tha mu e qu Hudhejfe. Thot Hudhejfja, vallaj s'kam pas mu qu, po nuk i kthejet lajmi urdhri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka dash me thanë Hudhejfja, unë që jam ma trim se Ebu Bekri, as se Omeri. Këjtë na tut bashk. Thot, po ma bani farz mu. Qu ti. Ba dikush kur thot dikush, kush pesos punën, kur kush pastaj thot qu ti. Atëro quhe. Thot kum shkue, edhe tu më shku, më tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shko për cjelli, mos gabo me bo diçka pa më pru lajm. O elbet të mundsohet diçka me bo, mos gabo me bo. Thot Hudhejfja, kum shkue, thot e Allahu xhelle xhelalu, në acar të ftoftit, ma bani muë, sikur mu kanë, do më dhanë, në zetë. Apo, si në hammam. Një ba, vap. Thot edhe, shkova, thot, me qëtësi. Thot, e shloj Allahu xhelalu një frim. Madhe, u ardzon të kudurët. Kudurët, se do më dhanë, e kanë morë enë të mloja ato. Kazane të mloja, për se e kanë bo ato bekshtu. Ebu Sufjani, ka thanë, kena me nejt, derse të hinë në përshpia t'i vrasë në ketë një ka një. Shtu e ka bo, betim. E rrethojna Medinën, rrinë, dersa të lodhen, ja kanë bloku dyrë të hajës dhe pijës, s'ka kërka me hije. A mund të apara me... A dhe thëtë Allahu gjelë, zësë unë Ahzab, 33, surë. Thëtë Allahu gjelë u ala, wa balagatil qulubul hanajir, zemrat e sahabe kanë mërinë fit. E kanë bloku këtë dyrë, s'ka ka me angër. Neve 10 dinar na ka shtrejtu e buka, o gjotë diqëm, ka dale ullo, ka dale se njës kanë pale vërshisimat në loja, apo ka dale, nafti ka i po gjotë, sa të ba kur qish, ka dale se ka nafti edhe buk, zdezve pa e hangër, këtë që ta ka shkujtë Allahu të bareke, vë të jara. Thot, e shlej Allahu gjelën një erë të madhe, u ardzon të ato kazanat të mdoj, ato enët të mdoja, thot, edhe u afrova, o mluë edhe u afruë, thot dhe gjeta, Ebu Sufjani ishte qu të fol. Thot edhe tha, shiko pse e ka zedh Hudhejfën. Edhe u ka qu Sufjani, ka morë vendim që të largohet, së rrijet më, u ka në atë iftoft, edhe jehudit kanë të rathue. Atëherë, i ka thonë Ebu Sufjani, le të këshyre si cëli, ka në kongat, le të sigurohet.
Edhe jam të ju kallëzu diçka, që muslimëri lajmi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Hudhaifa për mençurisë të madhe, më një herë ka vet këtë gaç ka thon kush jeti? A të kush kujtu? A të kush kujtu? Abu Sufjan ka thon, në takshirë se zoti shokin e vet, që ndoshta e ka shtiti kan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam këtu. E Hudhaifa thot, më një herë i thash, shikoj kjo më një herë i thash, kush jeti? Edhe ai më tha, unë filan më rri rahat. A ky? A shërbimi më rëna aty? Apo njëri shko sa mundet për pak e prish këtë punë, apo ti e nxjerrni diçka në Facebook, po ti e merr në çafë dunja valla. Ti shkon diçka pa lidhje në Facebook, po ti e merr në çafë dunja. Atë kif do të mi pas frikë Allahu xhanjer, çka shkon në Facebook? Se ka mund të e merr në çafë musliman, i bën sharr muslimanëve. Njëri thot, o xhabo dashta me nimu fejen. Apo konsultoje me njerëzit të mëdhenj, konsultoje njerëzit me xhallar, me dietar, me hafiza, me njerëz të urt. Atë thot miniari thash tina, kush je ti? Atër thot, tha Sufjani, o Kurejsh, jeni të pa se sërrijet mo. Ere fort, u shkatrun ushimet, na trathuan jehudit, kanë than, ju ka than, une jam të shku, e kush dojnë e të neje, ku toj e komandantin jam të shku, kush mund me neje. Atëre, thot, edhe shko, thot Hudhaifja, e pa ta në shigjet drejt të mbal me e gjujt. Thot, dhe vallaj po e gjujsha, e roksha. Thot, po mu kujtu fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur më tha, mos gabo me bë kur gjë pa marrë te unë. Ja. Njëri thot, e shfrytëzova rastin, pa të ka thënë mos më shfrytëzo rastin. E ja thash, pa të ka thënë mos më thon. Ti çka s'dut me bë, s'dut me bë. Shiko thot, e komandanti kanë pas. E rrok Ebu Sufjani, shkoi komandanti. Mirë po mëson ka thënë, mos ban kur gjë. Unë nuk shkon me një, thot Hudhaifja, vallahi e kum pas me gjujt laura mejtu le asabtu. Ta kësha gjujt e kësha rrok. Thot mirë po, mu kujtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot pasaj erdha, thot edhe thot kur e ktheva, mu kthif tofti. Vetëm në operacion ja ka mbulu Allahu te bareke ve teala, kur erdha thot mloj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot fleta pak, atëre edhe u qu edhe më tha pejgamberi kum ja neuman, qu o xhumafsh, as ka zonë ashta shaka ndo. Zai ka përgdhel shokët e vet sallallahu alaihi wasallam. Atëre thot mu kthie edhe i kallzova të tërë atë çka ka ndodhur me ata. Unë i ka kallzuar se ata janë të shkuar Rasulullah. Por ai çetsoju, atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la yaghzuna ba'da al-yawm. Ata më nuk na luftojnë neve pikë kësaj dite. Ka thënë na më i luftojnë ata. Edhe prej asaj dite, thotë që i xhulisamet e mia, muslimanët nuk janë luftuar, pos kanë luftuar të tjerë. Domthon shumicat e luftrave kanë ndodhur, domthon që muslimanët pastaj kanë derisa kanë ardhur tatarët edhe kanë ndodhur për gjërat sa dihet në historinë e muslimanëve. Kjo ka qenë për asaj se ne ka zgjedh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, por në vende të rana, në pozicione të rana, në vende ku duhet hollësi e madhe, me një përgjegjësi e madhe, gjendialitet, e ka zgjedh Hudhaifa ibn al-Yamani. E ka pas listën e munafikave. Tash një pyetje. Me e pas listën e munafikave. A mund ban sabër pash Allah pa e postuar në Facebook? Hajri muslimanëve o, në ta din ke. Po e ka ditë me listën. Ka ardhur Khattabi ka thënë billahi alejk. Baj bejn Allah. S'ka thënë kush ati. Ja thot ta shoxha se janë do munafika këne pari. Jo bo Omeri ka thënë billahi alejk, pash Allah. A e kam me unë emrin aty. Unë jam, a jam i pasur. Apo ka thënë me sam jo, s'baj me kallzu. Ka thënë baj bejn Allah. Ka thënë si edhe kur mos i kallzoj. Si, mon liroj, si biktirë. Andaj Hudhaifja ka qenë i njohur për këtë hollësi, transmeton Ibn Asakir në librin e tij Tarikhu Dimashq, ka ardhur njëri pi tabiinëve, nëse kanë ditë kanë me vetë për çka me vetë. Ka ardhi ka thënë Hudhaifës, ka thënë Hudhaifë, po tutna se jam munafik. Fetva pe vet. Po tutna se jam munafik. Ka thënë idhhab falastaminhum. Shko se si. Ka thënë çfarë shpejt? Ka thënë shkove se si, unë i një munafika. I kam pa të kone për mësam, i kam pa dhe sot. Apo, ka thënë pikas jam. Ka thënë se munafik i stutët. Ska munafik që thot po tutna për Allahit. Po tutna kështu, po s'ka. Andaj ti isha njëzit e sigurt, ku ti shift sigurtit, ruju. A ku ta shifti njëri thot inshallah pështoj. Allahu ma mundsoft me pështue. Allahu na mundsoft me emrinat e kadrit. Allahu na mundsoft me largu pi xhenemit. Dije se ka shenjat imanit. Allahu na bëj atë që kanë iman ya rabbul alamin. Kjo ka qenë për asaj se ne ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alaihi salatu wasalam i ka dalluar shokët e vet me secili me veçorinë e vet. Tregon Anas ibn Malik radhiyallahu an, hadith se ka nxjerr Imam Tirmidhiu,
Ka thënë alayhi salatu wassalam, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin." Më i mëshirshëm me ummetin tem, edhe nga ummeti jam, kush është? Abu Bakri. Ndërsa më i fortë në fe është Omeri. Ka thënë ndërsa më i turpshëm i ummetit tem është Uthmani. Më gjykatësi është Aliu. Më i miri në leximin e Kur'anit kush është? Ubej ibn Ka'bi. Më i dituri për halalin dhe haramin Muadh ibn Jabal radiallahu anhum. Ka thënë dhe më smirti që e njeh trashëgimin kush është? Zeid ibn Thabit. Që ka mësuar gjuhën te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të jehudive. Pastaj ka thënë çdo popull e ka një besnik. E besniki i ummetit tem është Ebu Ubejde ibn al-Jarrah. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyja, nëse i morna edhe i përzina, domethënë nëse thojna kështu, më i mëshirshëm i ummetit është Ebu Bekri. A nuk ka i mëshirshëm Omeri? Është i mëshirshëm. Po ja shkon Ebu Bekri. Mirë, Ebu Bekri a nuk është i fortë veja? Po është i fortë. Ama Omeri shquhet. E kupton, shquhet, dallohet me këta. Ebu Bekri a nuk ka i turpshëm? O i turpshëm. Uthmani shquhet. Andaj thot Ibn Qayyim al-Jauziyja dhe Ibn Hajar al-Asqalani ka përmendur të njëjtën. Ka thënë, çdo njëri prej tyre e ka cilësinë e këtëve. Domethënë, Ebu Bekri është i mëshirshëm, i fortë në fe, i turpshëm, e një gjykimin, e një trashëgiminë, e lexon Kur'anin, është besnik, por se shquhet me mëshirë. Edhe Omeri, këti ka shquhet me, a kuptove tani? Mos si cili ka piketve, ama njëri shquhet me më shumë. Kjo çka argumenton dhe zot? Se më sa nuk i kam përzi këtë gjëra. Ka thonë këtë njësoj me ini. Nëse na këtë njësoj. Si cili shquhet me ata që ja ka dhënë Allahu te bareke ve teala. Në luftën e Hudejbjes, marrëveshjen e Hudejbjes, ka qenë sahabe, e ka pas emrin Salamatu ibn al-Akwa. Trim kanë thënë dietarët min usud al-Arab. Domthon tash ka shumë histori me kallzu koha nuk na premton, apo Esed ibn al-Akwa, Salamatu ibn al-Akwa, trim i madh. Kur s'ka kthit e madh, vetëm për para. Apo më këta kanë shfrytzuar se ka pasur për arabëve në paganizëm. Mirë po këta është çu se u kon musliman. Në luftën e Hudejbjes pejgamberi sallam ju merr besë se s'kan me ik sahabëve. Se u kon luftë e ashpër. Dhe si ka ditë që ka mendon, e kon pa armë, aja dosh mu kthi pi umrës. Edhe i ka morë në pemë, ja u ka morë besën, si cëllit. Edhe ja ka morë besën që ti Selemetur ibn al-Akwa. Edhe ka shku të tjerë të ja morë besën. Prapu këthi të Seleme. Ka thonë, o Seleme, asë për ma zgatë dorëna? I thash, ja Rasulullah, ta zgatave? Ta thash, të dhash besën. Ba ja tuke, ja Rasulullah, ta dhash bejan, ja Rasulullah, besatimin që u kry. Deri në fund, se për mësam ju ka morë besë, që s'ikni edhe nëse vriteni qëtu. Qështu e ka thonë besën? Allahu ka zbit ajete. Apo? Allahu gjitha ka zbit ajete në surën Feth, ku Allahu gjitha thot, Allahu është i knast me qëta që të ka thonë besën të pema. O sill prap të këtjerët, edhe i ka thonë për nga mbire a.s. për 30 herë. Ka thonë, ja Rasulullah, i ka thonë, Selemes, ja Seleme, asë për ma jep besëna? Ka thonë, ja Rasulullah, ta dhashtë parën herë, edhe dytën herë, po që edhe tretën. E djetarë vëzër kanë diskutu pse e ka morë 3 herë besën. Kanë thonë djetarët, që ka përnë me Hajjës Kalani dhe Imam Nevoviju, ka thonë sepse Selemetu ibn al-Akwa o konë trimi madhë, e ju ka dashtë. Apo? E tjere ju ka morë ka një herë, e ka thonë, a i që ka duhet shumë, që ka dush me bo me ta? Që dush me bo me ta? Ka thonë, sigur e ka përforcue. Ma jep edhe njerë besën, edhe një herë, se ti më duhesh këtu. Apo? Edhe 30 herë. Kanë thonë djetarët, për me ja tregu, mpah me ja shfaq, se ti e pitrimave, ringat. A dhe që këpër mësam, i ka lavdruhe. Edhe e ka bo një luft, një prej gazawatëve, një ekspedit që e ka bo, edhe ka tregue trimnit madhe, kur ka arë pejgamberi a.s. e ka lavdru shumë. Sa i mirë që është Seleme. Si të regojt, është mësina të talën nga se koha nga ka mbaru t'i përmeve disa prej ngjarjeve të tjera. Gjithashtu pejgamberi a.s. u ka miratuar gjykime duke qenë gjallë disa prej sahabeve. Sikur që ja ka miratuar Aliut radiallahu an. Të regon Hansh ibn Mu'tamar thot se një ditë për ditë ka qenë Aliu në Yemen. Edhe ka ndodhë një fatkeci. E kanë qenë një grop për me zonë një luan. Me zonë një luan. Edhe e kanë zonë luanin, edhe ta shtu sillat i pari për punë që ka i kanë pas. Njani për tëra i ka rëshit kama, edhe ka ra të luani. Tu ra e ka kapë dhe një tjetër.
Ai tjetër e ka kapur një tjetër, 4 veta kanë rënë. Apo, do na njëri ti ka rrshit koma, drejtën ngojt lonit. Edhe tjetrin sicili e ka ngrit tjetrin, 4 veta. Edhe pasaj kanë marrë këtë njerëzit me ngre, ama i ka kafshu sicilin loni. Edhe kanë ndrujet. Atëherë familjarët e vet kanë thënë, na i vratën djemt. Edhe kanë pas Aliun radiallahu an, duke qenë ai i pranishëm atij. Edhe i kanë thënë, kush po na e gjikon këtë rast? Aliu ka thënë unë ja u gjikoj këtë rast. Ata kanë thënë, atëherë ka thënë Aliu, ose ja u gjikoj unë, ose e pyetni pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ku të ktheheni, kur takoheni. Ata kanë thënë, çish po e gjikon? Shikoni vëllezër. Kjo është kur je gjeni, kur je aft, edhe gjikon me urtësi. Ka thënë, i bjeni ata çka duhet me e pagujt gjakun, ata se janë bos sebeb bu bë kjo grop. Pastaj që ka thënë, të parit çka ka dek, ja hekni, do më thënë, 3 pjesë, 70% nga e pagesa që duhet m'ia dhon. Ka thënë të dytit ja jekni, në fakti të parit ja ka ik 4, të dytit ja ka ik 3, i tretit ja ka ik gjysën, edhe të fundit që ka dek ka thënë ja jepni këtë parët. Edhe kur kanë shku te pejgamberi se zemë dhe ja kanë kallu çish ka xhikue, ka thënë çështu kisha xhikue dhone. Pse? Kanë thënë dietarët, i pari i ka ngret 3 veta. Ja ka hek Aliu 3 pjesë të asaj që ka ki mu pagujt. Se ti, po një me dhe ti ke dek, ama dhe 3 veta i ke morë. Do mo ti të bje -3. A dhe ja ka dhanë vetëm 1/4. Pse? Se ti e vet i 4 që i ke dek, i e bo sebeb. Dytit ja ka hek për atat 2 që ka i ka morë me veti. Tretit gjithashtu për 1, edhe të fundit ka dhanë këti paguja një kesë, kësë ka faj se ka ngrej kërkan. A ti kushtu e qysh me e gjiku? Apo? Andaj, për kësi gjikime vezër është qu edhe kush? Edhe imam Ebu Hanifja. Imam Ebu Hanifja është qu për kësi gjikime të holla. është qu për kësi gjikime të holla. Kjo ka qenë për jasët se në ka përmen djetarët në vlerën e sahabëve të pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Gjithashtu vezër, pejgamberi aleyhi sallam i ka pa aftësit dhe intelektet të shok të vetë. Për intelekteve që e ka pa Abdullah ibn Abbasin radiallahu an. Në ditë për ditëve të regon Abdullah ibn Abbasi, thot e takova pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke shku për në nevojtore. Thot edhe deshta t'i bëj hizmet. Apo thot edhe ja mora ujin hazër kur dale me mora abdes. Thot edhe ja qova ngat derës. Apo as nuk ka një atje, nga se pejgamberi me ka pas tradit, kur ka dalë në nevojtore, kur ka qenë domon jashtë shtëpie, ka shku larg. Ju ka qenë traditë dhe arabe. Ka shku larg, e pastaj ka kry nevojën edhe është kthye. Edhe dikush për tëre ka shoshërue që t'ja kry nevojat. Thot Abdullah ibn Abbasi e mora unë do ujë, edhe ja lash ngat. Apo kanë thonë dietar shiko, nuk ka hi aty mrena, as nuk ka nejt larg, po ja ka lënë ujin edhe është largue. Kjo për mençurisë. Domthon, ai mos dalet tash për nevojtorëve të vënë larg, e ta lipe ujin, ai ja ka lënë ngat edhe u largu vet. Kjo mençuri e madhe. Apo edhe kur ka thonë sa kush e bani që ta, i than djali i Axhës tan Abdullah ibn Abbasi, ka thënë Allahumma faqihhu fi din. O Allah mësoja fejen. Domthon, masi e paska ai këtë aftësi, paska këtë gjenalitet, o Allah mësoja fejen, pas e ka thënë o Allah mësoja fejen dhe mësoja kuptimet e Kur'anit, çka i quhet ta'wil. Ta'wil vëzër do më thanë zbatushmëria e një ajetin në jetët, në realitetin praktik. Çka po thot shkjo ajet? E ualuha, ku e ka rajën në bazë? Shkjo do më ta'wil. Apo kemi folë për ta'wilin, nëse mësën Allahu Gjela në njëherë tjetër. Andaj, ka ba doa pejgamberi për Abdullah ibn Abbasin që të jetë për atyre se e kuptojnë fejen të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e ka kuptue hollësirat e ajeteve. Atë shumë ka qenë i shquar dhe zër për njohje, sa që Abdullah ibn Abbas dhe zër, tash për shohemi dhe vonë, sot po ankohen njerëzit, jo po zgjatët dersi, s'po zgjatët dersi, apo, s'ka lidhe. Abdullah ibn Abbas dhe zër, tanë ditën dërse ka mojt. Tanë ditën e ka mojt ders. Ka mojt ders tefsir. Pastaj ka mojt ders
hadith. Pastaj ka moj ders e jamul arab. Ka tregu për arabt. Ka qenë filani, o kon filani, fisi filani, babgjishi filani. Pastaj ka moj ders me poezi. Apo e kanë qelë mushafin, e kanë kryer dersën e Kur'anit, edhe ka thënë tash shlonun poezi. Çka vëzër? Alimin atë kohë vëzër, alimi nga sahabët e mësam, dhe kjo ka qenë shquar. Nuk e ka ditë vesh një shkencë, ka ditë shumë shkenca. Ka ditë shumë shkenca. E ka ditë Kur'anin, ka ditë hadithin, ka ditë historinë, ka ditë gjuhën, ka ditë poezinë, ka ditë strategjitë luftës. Janë kanë njerëz të plotë. Pastaj është shquar me diçka. Abdullah ibn Abbas vëzër të shquar për tefsir. Ama ai di shumë poezitin. A dhe thot një ditë për ditëve, thot isha të lexuar në Kur'an një ajet. Fatira as-samawati wal ard. Kur'an vjen khaliqa as-samawati wal ard. Alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Pastaj vjen fatir, një prej emrave të Allahut është Fatiri as-samawati wal ard. Tha edhe se kuptojsha. Çka pi bie Fatiri as-samawati wal ard? Çish i bie? Thot edhe shkova te do arab, nomad atje. Thot edhe i gjeta tu përla për një bunar. Edhe njani thojke, unë e kum qel, a i thëke joj, unë e kum qel. Ama shprejen, unë e kum qel, thojke, ene fatartuhu, a e ka përdojrë të fjene, fatar. Thot, edhe u ktheva në Kur'an, taman. Arabi e përdojrë ka qështu, kjo i beka, a e ka qa qilën. Që ka dhe zë? E merë pita Arabi, a konë interesu. A dhe kërë kanë vetë Abdullah ibn Abbasin, pika gjithë këtë ilmë. Thot kum nejt në dyrt e shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në vapën e nxehtit, e rishat e njani prej derës atynve, thot vallahi me pas dasht, veç që kisha thënë, ka ardhur djali i Axhës, ma kishin çel derën. A në ditë ditë ka po Zeidi, e ka po tunet në derë. Kur e ka çel derën ka thënë, "O, ka thënë po pse vetë kallzon atë, morna mrena." Ka thënë, "Jo." Ka thënë, "Priti, unë kur del ti, të vetë diçka." Hajt ka thënë, kur i kam vëmsan në ndek, çka keni bë? Hajt në hut çka keni bë? Edhe veç kam ledh. Kam ledh, e u bo alim. E pasaj para më dhe duaja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Abdullah ibn Abbasit tash nuk kemi fol për historinë e Abdullah ibn Abbasit, ka qenë shumë i shquar ilm. E një ditë për ditë, tregon Abdullah ibn Abbasi, thotë isha i vogël, i ri. Kur ka ndru jetë pejgamberi sa i ka pas Abdullah ibn Abbasi vëzë? Abdullah 13 vjet. Ka ndru jetë. Domthon, a mund të para vëzë 13 vjet, 2 vjet e ka pas pushtetin. Ebu Bekr Siddiku i ka bë 15. Në 16 vjet, 17 vjet e ka shtije Omar Khattabi këshillin e shtetit. O dhe Omar Khattabi, a disa pushtet ka, hinë shkuje në Google ati, geografia e Omerit, harta, del ati, ka bos këtë vend. Andaj Omar Khattabi një ditë kur ka bo haqe, përmenda, ka thonë, Allahumme, o Allah, merëm, se shumë, mu ka shtu e njerëzit, s'po mu mi kontrolu kej. Kjo ka qenë Omar Khattabi. E një ditë të regon Abdullah ibn Abasi, thot, hinëm në këshill, e patëm një punë. Thot edhe u prakën do pleq të këshillit vjetër. Edhe i than Omar Khattabit, o prisi muslimanve, kejt be kena fmi, pse pe marrë këtë fmijen? Shko dalimi. Tha kejt kena fmi, pse pe marrë ti? Edhe na e kena ka një qësi. Shi që le ka një 16 vjeqarë të shpia. Atëherë Omar Khattabi, thot Abdullah ibn Abasi, deshti me kalzu, pse me marrë mua? Apo? Tha, tamam, e ka krya të punën. Pastaj ka thonë, tash po ju veti një ajet. Ka thonë fjala Zoti Xhelel Xhelaluhu në Kur'an, "Idha jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Çka i bie? Thotë edhe fillun ata me fol. Njëri prej tyre tha, "Ka thënë Allah, falenderoni Zotin, ku t'ju ndihmoje, bani istighfar." Ai tjetri tha, "Çlirimi i veneve, idha jaa nasrullah, ku të vjen çlirimi i Allahut." Edhe dikush prej tyre tha, "Nuk e di." Ata tha prisi muslimanëve, "O Ibn Abbas, qish po thuti? Që edhe kur do me shfash vlera, qish po thu me ilm, qish po thuti?" Tha, unë nuk tham si asnjani piktin. Tha, qish po thuti? Tha, unë tham, ky ajet është e gjeli Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kur ka zbrit kjo ajet, Allahu xhallahu sigur i ka thënë pejgamberit, tash përgatitu se i të dek. Edhe ka thënë Omar Khattabi, ka thënë vallahi nuk është qish po thue, vetë se qish po thuti. Ka thënë se mas që saj sure pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, o ju njerëz, mu ka afru e gjeli. A shko, ilmi vëzën? Ka thënë 17 vjet, ama 17 vjet, ama njani i ka bo 70 vjet, ama ala midhet me prallat e komunizmit taj. 70 vjet, thot, unë jam ma plak në ngom një muhe, kur kum punu në thot 50 vjet në firmën e shkijeve ju kuj një kanë. Po lejeve Allah, pas taj e qaj krijem ku ke punu ti, kalzove diçka, a di për Allah, për pengamberi, a di për di një urtësit, ja,
Jam lodh, thot unë. Çe e lodhi? E mirë, çka kena fajna se ti e lodh. Po dhe këto janë lodh valla. Po këto janë lodh. Ama lodhja jote, nëse mos u mban dobi, pse duhet unë me ditat lodhi? Unë duhet me pështu unë valla. Unë duhet, ti ke bë 80 vjet, ti ke bë 90 vjet. Kallzon me diçka se unë kam me ti ke me shku. Çka duhet me bë unë mas asajna? Andaj Abdullah ibn Abbasit i tha Umar Khattabi, nuk e di kët punë, pos çish po thuhet ti. Kjo ka qenë prej vlerave që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka dhënë shokëve të vet. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam Abdullah ibn Mesudin e ka çmuar për lexim Kur'anit. Andaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush don me lexue Kur'anin turran, taze, freskët, njomt, le ta morë pi ibn Mesudit. Dhe ka thënë alayhi salatu wassalam, merr në Kur'ani pi 4 vetave. Pi Abdullah ibn Mesudin, pi Muadh ibn Jabelit, Ubej ibn Ka'bit, edhe Salimit, ai i cili e ka lirue dhe ka posë rob argat Ebu Hudhaifja. 4 veta i ka çmu pejgamberi sa. Shiko, as dhe me lezu Kur'an Ebu Bekria, as dhe Omeria, as dhe Uthmania, as dhe Alio, ku janë këtu? Këta e din më mirë, thot Abdullah ibn Mesudi, 70 sure i kumor nga gjua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo vlerë o dhe 70 sure pi gjuhës, ai lexo, ky lexo, ai lexo, ky lexo. E nuk bëhet barabar. Ebu Bekri u koni nga gjuhë me gjëra tjera, o me nuk kanë gjëra tjera. Andaj Abdullah ibn Mesudi në ditë për ditë thot, më tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith se ka thënë Imam Buhariu, më tha o Abdullah, lexojm Kur'an, lexojm diçka Kur'an. Tha i thash ja Rasulullah, çish pa të lexuar ty të ka zbrit. Ti na lexon neve. Tha jo, po du me lexu pitije, po du me ngu pitije. Thot edhe unë Alisa me lexu surën An-Nisa, surën e 4. Thot edhe Alisa me lexue, thot edhe ai po më dëgjon. Shikoj se kjo vlerë e madhe. Ai disa vlera i ka përmendur me Hazrat Khalani, mirë po sabri është i ngushtë i joni. Thot kur kumrit e fjala e Zotit në ajetin 41, fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. Më tha pejgamberi sa hasbuka al'an. Dal. E ku e kanal o Zot? Ku e kanal? Thot Abdullah ibn Mesudi kur e kumpa tu kaj. Pejgamberi sa mi ka zbrit Kur'ani, Ibn Mesudi ja lexon. Thot kur e mrinda të shikoj ajet, tham tha nalo. Çelë surën Nisa. Ajeti 41, këshire pse ka kajt? Pse ka kajt? Allahu gjallë i thot këtë ajet. E çish do të jetë puna me njerëzit? Kur ti jo Muhammed, kur pi çdo populli do të marrim dëshmitar kundër tyre. Thotë do të sjellim ti jo Muhammed, dëshmitar kundër njerëzve. E ka qajt. Kanë thënë disa dietarë, ka qajt se so mësu me dëshmu për dikan që du të më dënue. A mu që para mu vezër? Du të më morë për nësam dëshmitar. E merë Allahu gjëla qafirin. Piket atyre që e kanë mëri Muhammed a.s. dherin kiamet. Edhe a i du të me hinë zjarë. Edhe a i thot, ja Rab, a ka be dëshmi që unë jam qafir? Allahu i thot Muhammed s.a.s. Hecti? A je kanë? Po, hecti në zjarë. E për nësam ka njës me kaj. Se unë jam dëshmitar, se njës kanë me hinë zjarë. Kjo punë e madhe. Atë Abdullah ibn Mesudi je nisi me kajt sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë për vlerat që ja ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wasalam shokëve të tij. Gjithashtu Ebu Hurajras, i ditë për ditëve i ka dhënë Ebu Hurajra, ka thënë ja Rasulullah, shumë po haroj. Po kam çep me mësu hadithe e shumë po haroj. I ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wasalam zgjatë petkën. Marrë këmishën zgjatë. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ja ka zgjat, e ka marr pejgamberi sikur ka bë me dy durët e tina, sikur kur merr diçka. Thot Ibn Hazrat Qalani, s'është e qartë çka ka marr, apo është e gajbi. Edhe ja ka gjujt në petk. Edhe ka thënë dummehu, mbledh tash. Thot Ebu Hurajra, kur mas kësaj s'kam harrua. Kur mas kësaj s'kam harrua. Mbi 5000 hadithe transmeton Ebu Hurajra. Dhe 5000 tjera që ka kallëzuar. Sa i Buhari, ka thënë Ebu Hurajra, ka thënë mja u kallëzu juve do hadithe, ma hekni krije. Ibn Hazrat al-Asqalani, Imam Qurtubiu, Sheikh Rusam Temie, kur e komentojnë këtë hadith, ka thënë, pse ka thënë Ebu Hurajra mja u kallëzu do hadithe, ma hekni krije, mbrani, ka thënë se i ka ditë me emna me mbi emna zullumqar që kanë me dalë pi umetit. Apo, për shembull, e ka ditë se piçit i umetit ka me dalë, apo, për shembull, ka dalë i zullumqar në këtë umet, e ka pas emrin Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Ama papa vetë su konë qësi, bëve do kanë buri mirë. E ka nëzirë njanin që ka dalë Hajjaj, zullumqar. Apo, e kia Hajjaj i ka vra sahabe. Ka thani Imam Zuhriju, kur dalin në akhirat njerëzit me zullumqar të vetë, kur të janë nëzirë në Hajjajin i mujnë a ketë, zullum të madhë ka bo. Ebu Hurajra ka thonë, unë i di me emna,
Kush ka me dal, për shembull para nga vëzër, njëri Allah s'ka lind. Gruaja vet. Edhe vjen e Buhari thotë ka thënë pejgamberi se piti del një zullumçar. E mund të thonë çivet, kushive ti më kallzon mund të thonë, kish shumë me hije me, atë ka thonë këto që u kallzoi. E ka kallzuar mbi 5000 ditë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, derisa thotë Ebu Huraira, e ditë për ditëve, thotë nali Omeri. Edhe më tha, o Ebu Huraira, çka bë kjo punë gjithë ditën ka thonë pejgamberi, ka thonë pejgamberi. Unë si më çortimi ka thonë. Çish pika për ditë ka thonë pejgamberi çdo, ka thonë pejgamberi çdo. Edhe ka kallzuar çka ditën e mbulimit me petk, me këmish, edhe i ka thonë, o Omer, ju shkojshin tregtit e juve, apo? Bashi biznise, bashi tregti, ishi gratë e juve. Thotë unë erdha fukara, e rrisha në xhamit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thotë edhe pejgamberi ka hinke ka del që unë e përcjellsha. Edhe shpesh e kam vet. Andaj është arsyetuese, unë nuk kam qenë si ju. Andaj Ebu Huraira radhiyallahu an është shuar në mesin e sahabëve pejgamberit për njëje të memorizimit edhe domethënë nxënjes së përmes të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për asaj që pejgamberi ka dashur mi treguar për vlerave të shokëve të vet, i ditë për ditëve është fal me Ubay ibn Ka'b radhiyallahu an. Dhe është fal dhe pejgamberi duke lexuar Kur'an është habit. Unë si ka kujtu ajeti. I ka argumenton se edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ndodhur muhabit me harrua. Kjo është normale, apo? Është normale. Njëri haron i e kështu me radhë. Edhe i ka thonë, masi ka kry namazin, i ka thonë Ubejit, ka thonë Ubej, as keve ti për masa? Tha kesh po ja Rasulullah. Tha po pse shumë nimove? Pse shumë nimove? Se shumë kallzove ku kom gabohe? Thonë, sikur Ubej u ka ngushtue. E për mësëmi ka thonë, sikur të mdihmoj o Ubej. E ka argumenton çfarë vëllazër? Ka dash me kallzu se Ubeji është imam edhe e njeh Kur'anin mirë. Andaj Omer Khattabi kur e ka një këtë vlerë, ma vonë kur ka dek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe Abu Bakr Siddiku i ka mbledh njerëzin në xhami me fal taravih. Ka shkuar në xhamin ditë për ditë Omer Khattabi, edhe i ka pa 5 veta të fal me një vend, 2 veta me një vend, njërin aty, copa cop. Ka thonë pse kështu? Pse po falën kështu? Kështu po fal si çdo nafile, apo? Atar Omer Khattabi ka thonë sikur t'ishin mbledh me një imam. Edhe e ka thirr Ubej ibn Ka'b, ka thotë dil imam ti. Edhe i ka mbledh. Nesrit kur ka shkuar, ata kanë nisë me fal namaznate. Taravih. Shpesh për një taravih. Çajo o vëllazër. Mas jacie ket namaznata. Mas jacie krejt është namaznate. Pastaj ndryshon vlera e natës. Apo? E shohim në Facebook atje, kura namaznate, kura taravih, fala taravih, me fal. Krejt mas jacie është namaznate. Pastaj ndryshon vlera e natës. Ajo ka funi, ka sabaja, ma e dleshë ajo mas jacie, apo? Andaj, i ditë për ditë ka dal edhe ka thonë ni'mal bid'atu hadhi. Sa mirja pas një bohe. E këta ditë e përdori në shumë, përta që nuk jemi se koha ka mbarue. Ka thonë, mirë po ka thonë, pjesën që ka përlini, o me mirë se pjesën që ka po falni. Ka thonë djetarët, e ka pas për qëllim se ju po falni minjarë masjacije, ama me shty pak ma ndej, ama mirë. Do, mirë i të falë. Abo, dhe kjo është taravija. Andaj, thotë Sheikhul Islam Tejmije, sahabët janë falë 8 reqat, 20 reqat, 36 reqat, 40 reqat, 46 reqat, edhe më andej. I po njëri thot, a 8, a 20 o gjo. Falu mas imamit. Qisht falet imamit. Andaj ka thonë Ali sallallahu alaihi wasallam, kush nis me imam, e përfundon me imam, e ka shpërblimin ati që ka falet tan natën. Apo, andaj, mirë po jo me po të vera. Njëri thot, o gjo, po për jam e kum në gjuni hadith që i ka falet 8 reqat. 8 reqat, po i ka falet për jam 8 reqat. Qfar reqat o vlo? Të regon Hudhejfja, Ibni Abbasi, se pejgamberi kur e ka nisë reqatin e çetin vetetve, çish e ka fal surën Al-Baqara, surën Ali Imran, surën An-Nisa. A njëri thot, alhamdulillah, kullu vallahi na tajna 8 reqat nasin. Çfarë suneti o valla? Sunnet tash me bashku sunnetin. A do mi fal 8 reqat? Falugat, surën Baqara, surën Nisa. Apo, a dhe do Sheikhul Islam Tejmije, cila më e mira? Cila më e mira? Është më e mira ajo që ka më e mira për xhamatin. Sa duron xhamatit që kaq? Çoj me xhamat. Apo e fitnja më e madhe, thot Abdul Qadir Arnauti rahimahullah, dietar prej dietarëve të Damaskit, të Sirijës, thot këtu na atëra i dini komunizëm, do sot komunizëm, besharia për komunistëve më të mëdha, i cili ka vrarë Allahu jashtë haki që ka meriton ja Rabbul Alamin. Ka vrarë 500.000 njerëz. E pa para atij na babaj vet, Hafizi. Apo
E ka pas himnë Hafiz ama u kanë ditë ka. E thot Abdul Kader Arnauti, thot na u falshmi këtu, do 8, do 20, një ditë thot u rrokën musliman. Jo 8, jo 20, jo 8, jo 20. Ardh hukumeti e msheli ki xhamiat. As 8 as 20. E neve Allahu xhana i çoi koronën edhe Covidin, apo? Tha, a e dini se do të fërka çka për çap më të mloja që i keni? 2 vjet s'ka më faliç. A e dini o Zot? A e dini sa telefonata o xho xhamia mshel? E tash o xho unë 8 edhe shkova ta pini kafe vëlla. Çi vëlla një kafe? Po ti a di se sa problemin e bashkë në Facebook, mshelën në xhamia ta. O vëlla ajo ke sprov i Zotit, vallahi mund më përsërit. Nëse nuk i bina Allahit sejdë, e zbojmë namaz, e nuk lutemi, çka na garanton se s'përsëritet? Na i mshel prap Allahu xhamiat. E kush është ai azgan që i çel? A pa dënia azgan? A e dini dënjanin? S'ka pas azgana? S'ka pas azgana. Hikshi bi policia si, apo? S'ka pas azgana. Andaj ti druhemi Allahu xhallahu Abdul Kader Arnauti, na i msheli neve uçmeti ket. As 8 as 20. Andaj nëse jemi imam 8 falu 8, nëse jemi imam 20 fali 20. Mos bam përçarje. Përçarja më e madhe se sa ateta 20. Thot Sheikhu Zandimir, fali më 30 si dush. Si dush 14 fali. Çfarë del më mirë ti? Kjo nafile sta kalib Allahu farz. Andaj ka dal Omeri dhe ka thënë sa mirë po falem bashk. Dietar që kanë thënë, ku ka qëllimi Omerit? O bashk bu falkan. Bashku falkan. Çfarë do të thonë bashku falkan? Para më vëzër tash, para menoj, çtu në xhami. Mu fal 10 veta, 10 me 10 grupe. Edhe njëri i thotë, çka janë tu baba valla këta? Njëri atë lexon Elhamin, atë lexon atë që dërkon. Çish ish mi duko vëzër? Bukuria e Islamit da kur njëri prin, këti shkojnë mas. Apo kjo është bukuria e Islamit. Andaj tha alayhi sallallahu alaihi wasallam, inma ju'ila al-imamu li yu'tamma bi. Imamin e ka bë Allah i mishku mas. Andaj ka thënë mos i shkoni përpara, as prapa. Apo mos pri para imamit. Andaj ka thënë alayhi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ka mundsi ju ndoshkon kur shkoni përpara imamit. Zban asnjë hap me bë përpara imamit. Kjo ka qenë prej asaj që ne ka përmendë dietar në këtë kontekst. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur vlerën e Khalid ibn al-Walidit në një luftë prej luftrave që i ka përcjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka treguar pejgamberi se ka me dek aty Zeid ibn al-Haritha, pastaj Jaferi, pastaj e ka përmendur Abdullah ibn Rawahan, thot pejgamberi alaihi sallallahu wasallam edhe e ka marr komandantllëkin Khalid ibn al-Walidi. Ka thonë se kemi caktu, pa e ka morë vetë, o Allah një moje, e ka di se du të me morë. I ka qenë prej vlerave të cilat i ka pas Khalid ibn al-Walidi, tani koha në ka shkue, Khalid ibn al-Walidi vëzër ka qenë shpata e hapur e Zotit kundër armiqve të Allahu Gjillu Ala. Andaj Khalid ibn al-Walidi, dhe me këta po e përfundojna, prej vlerave që i ka pas vëzër Khalid ibn al-Walidi, ka dek në vitin e 21 të hijrit në Hims të Sirisë sotshme. Edhe u konë shumë i plagost edhe i godit, edhe u quë, me nëzise u quë, edhe ka thanë fela namet a'junul gjubena, kur mos flefshin, mos papshin gjumë, frika cakt. Ka thanë, s'ka në këtë trup, vetëm se ka goditje me thik, me shpat, me shtiz, i gjujtëm, i përplast. Ka thanë, ja po des që ishtë desin plakat. Se ka shkujtë Allah me dek luftë. A disa lufta dhe zë ka një? Bin 100 lufta. E përmenem, ka i kali, ka luftu pin kali. 5 veta se ne kanë mojë qpatën e Khalid ibn Walidit. 5 veta kanë pas bashk, Khalid ibn Walidit ja kanë gjujë qështu, aja ka kap. Apo? Ka thonë mos bafshin gjumë, ata shka tutën. Pse? Ka thonë se une, ka s'kum hibe. Ka s'kum hije në luft, që po des në kauq. Në srat. Nuk vdes, pa ta shkujtë Allah. A ke Covidi? A mundet me dek pa ta shkujt Allahu Gjellora? S'ka mundësi. E pejgamberi alayhi salatu wasalam tha Allahumma huwa sayfun, o Allah e shpata jote ndihmoj Khalidit, edhe ka ndihmuar. Kjo ka qenë prej asaj të zënë ka përmendur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në vlerën e sahabëve të vet, ka edhe shumë vlera, por se na me këta po e përfundojnë. Lutem Allahun te bareke ve teala, që Allahu Gjellora na mundson që të shquhemi me diçka që ka ndihmojna fen Allahu te bareke ve teala dhe fen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu ti bashkon muslimanët të vërtetën. Lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu Gjellora pjesën e kaluar të Ramazanit Allahu na e ban qabul.
agjerimin ton, taravitet tona, namazet tona, lutjet tona, Allah të i ban kabul, e pjesën e mbetur, Allah të na ruan shëndetin, të ruan takatin, na mundson Allahu të amrin në natën e Kadrit, të lutemi Allahu që Allahu të na largon prej banorëve të xhenemit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.